بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjet e Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall në ligjëratën e dytë që ka të bëjë me dispozitat e haxhit, pasi që vetëm jemi afruar haxhit, realisht ka mbetur më pak se një muaj e gjysmë deri në haxh, edhe është rrugës që ai I cili ka bën jetë këtë vit apo vitet e ardhshme me bë haxh, me ditë disa rregulla dhe disa dispozita se kujna I bëhet obligim haxhi, si kryet haxhi apo umreja kështu me radhë. Edhe në ligjëratën e kaluar kemi filluar me një hyrje në këtë temë duke treguar fillimisht se çështja e haxhit, sidomos është shtylla e Islamit, është farz me konsenzus, me Kur'an dhe Sunet, dhe kemi thënë po ashtu edhe për umrën, s'paku një herë në vit, shumica dietarëve thonë që edhe ajo është farz. Masandej kemi treguar disa domethënë rregulla se kujna I obligohet haxhi, kush e ka farz haxhin, domethënë cilat kushe do të më plotësue për më të bë obligim haxhi. Disa çështje domethënë të lidhja atij I cili domethënë e bën haxhin për dikon tjetër, ndoshta vetëm në mesele që ndoshta ja se keni përfunduar apo se kemi cekur në javën e kaluar, ka qenë çështja e atij I cili bën haxh për dikon tjetër, e që realisht sipas mendimit më të saktë edhe shumicës dietarëve është se ai duhet me kry haxhin për vete, e masandej domethënë me kry haxhin për dikon tjetër bedel. Këtë duke u mbështetur një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëgjuar në njeri duke thonë lebejk Allahumma an shubrume, edhe të përgjigjem o Zot për këtë ritual që jam të ke bë, për shubrumen, edhe pyet se kush është shubrume, thot një vëlla apo një afërm I imi, thot a ke bë haxh për vete, thot jo, atëherë thot bë haxh për vete, mas andaj bë haxh për shubrumen. Edhe pse ka fjalë domethënë të gjata në lidhje me këtë hadith, domethënë se është I vërtetë apo jo, apo është domethënë fjalë e ndonjërit prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka dëgjuar këtë personin duke bërë tawaf. Mirë po, ajo që është mendimi më I saktër se njeriu duhet me bë haxh mas pari për vete, e mas andej domethënë me bë haxh për dikon tjetër, se me bë haxh për domethënë dikon tjetër pa bë haxh për vete, sipas mendimit më të saktë, realisht nuk ke bë haxh për atë tjetrin, mirë po ke bë haxhin domethënë për vete, e ka edhe mendim tjetër se realisht nuk ngjehet as për veten as për atë cilën ke shku bedel. Mirë po me mendimin më I saktë që është obligim me kry haxhin për vete, masandej bedel, e me bë me shkue bedel për dikon pa kry haxhin për vete, atëherë faktikisht ai e bën që ke kry haxhin për vete, e për bedelin nuk e krye asgjë. Sot do të vazhdojmë në ligjëratën që kanë bëjnë me disa rregulla para se me hyje në umre apo në haxh, edhe autori ka filluar me tregu se çka është sunet për atë person I cili do me bë umre apo haxh.
Nuk e kam fjalën ai i cili thjesht e bën jetë edhe niset për shembull në rastin konkret për Kosovës, për Arabinë Saudite, po kam fjalën për atë personin që faktikisht në jetën i është ardhur afër mikatit aty në vendeve kur vetëm duhet me bën jetë edhe me hije domethënë në ihram, edhe thjesht me hi në ritualin e umres apo haxhit. Për këtë person janë të preferuara, janë sunete disa çështje me i bë. E para atyre është ai i cili domethënë don me vesh ihramin edhe me bë umrën apo haxhin që me u pastru, nga se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka në hadith vërtet nga fjalët e tij, domethënë se i hekum rrobat edhe pastrohemi. I hekim rrobat e pastrohemi e mas andej e veshëm ihramin. Ka ardhur domethënë nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë prej sunetit është njeriu më u pastru kur të vesh ihramin apo dhe kur hyn në Mekë. E sahabit, domethënë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur thojnë për një punë që është sunet, nuk e kanë fjalën se është sunet i tyre, po sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo argument tjetër, në haxhin që ka bëvë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej tyre ka pasur gra që kanë qenë 7 zëna. Njëra prej tyre ka qenë Esma bin Umejs, e cila ka lindur në miqat të Medines Dhul Hulejfe, që është dikon një 20 km ndalje të Medines së zotshme. E që praktikisht në qasi gjendje çfarë është ajo, domethënë pasi që ka lindur, realisht është domethënë në fazën e lehonis, që në këtë fazë ajo llogaritet shëriatikisht e papastërt, që as nuk i lejohet më u fal as më agjëru. Mirë po përderi sa po hin në ihram, edhe pse është domethënë lehone, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar domethënë më pastru, por faktikisht e ka urdhëruar të pastrohet për shkak të ihramit, se përndryshe pastrimi i saj në këtë gjendje, domethënë si lehon, nuk është më ndikon diçka që ajo për më falë apo për më agjëru, se realisht shëriatikisht e kanë të ndaluar, domethënë ajo që është lehon, domethënë me u fal apo me agjëruar. Por këto janë disa prej argumenteve që tregojnë se është sunet ai që don me vesh ihramin, që me u pastruar para se me vesh ihramin. Edhe të çështja e pastrimit realisht sa i përket haxhit janë 3 lloje, 3 herë do të më pastru. Po them që janë sunet. E para këtë që jem duke folur në këtë temë, që më pastruar domethënë para se me vesh ihramin. Hera e dytë është para se me hyrë në Mekë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me hyrë në Mekë, kur ka është afruar Mekës, ka zbritur në një vend dhe ka pushuar, në mëngjes ushqu u pastru edhe u hyrë në Mekë. Edhe kështu ka vepruar edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe hera e tretë që duhet më pastru apo është e preferuar më pastru është kur njeriu shkon në Arafat. Para se me shku në Arafat, domethënë që i vesh ihramin për me shkuar në Arafat, realisht është sunet njeriu me u pastru. Kjo është puna e parë, kjo është suneti i parë, që thjesht njeriu me u pastru. Ka pe dietarëve që thojnë se suneti i dytë është që nëse s'kije ujë me u pastru, apo je smut edhe s'ki mundësie me përdor ujë, apo ndonjë arsye tjetër për shkak që tutesh që mos pasmuesh se ftoftë kështu më radh, me marr tejmum. Se tejmumi e zaventson domethënë ujin, domethënë çështjen e pastrimit, siç ka ardhur në ajete kuranore, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba", nëse zgjeni ujë, atëherë merrni tejmum duke prekur tokën e mirë dhe të pastërt. Mirë po, kjo është sipas mëdhëbit Hambeli, mirë po ka mendime tjera në këtë çështje, që realisht nëse s'ka ujë më u pastrue, e që thash është sunet më pastru, nuk është farz më pastru nëse njeriu domethënë hyn në ihram, po vetë sunet, nuk është sunet me marrë tejmum.
Për tyne është vetë Ibn Taymija thëtë nuk është Ibn Qudame plot dietar që thjesht thojnë në raste kur është pastrimi vajib, sahia është obliguar nëse s'ka ujë me marrë tejmum, se realisht është vajib mu pastru në qësi rastesh, edhe urtësia, arsyeja pse në të raste, thojnë ka thonë Allah mu pastru në këtë raste edhe ma tepër më nuk e zgjatëm. Mirë po në këtë raste që është sunet, zakonisht kur na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak se ditën e xhumë ose për numre e kështu me radhë sene, është arsyeja e njoftër që thjesht njeriu mos më ardh dhëra me konsumim i pastër kur hyn domethënë këtë rituale kështu me radhë, faktikisht është arsyeja e njoftër nëse pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kësi rastesh ka urdhëruar me u pastru, e në kësi raste kur dihet arsyeja atëherë nuk e zaventson tejmumi ujin, ndoshta në raste të ndryshme ka mundësi edhe vetëm e përkatëson domethënë te çështja e irës se kështu me radhë. Kjo është suneti i dytë që thash është i kontestueshëm, disa thonë që po, e mendimi më i saktë se nëse s'ka ujë nuk ka nevojë me marrë tejmum për çështjet të umrës apo të haxhit. Çështja e tretë që e kanë cekur dietarët, e kanë cekur pastrimin, po jo tashmë pastru me ula, po e kanë cekur domethënë që njeriu me pastru trupin, me hjek qimet prej nërsetulla, prej në pjesëve të turshme, me i shkurtue domethënë mësteqet, me i prej thajt, e kështu me radhë faktikisht që mu përgadit që me hije në këtë ritual se me hije sa ma i pastër, edhe pse realisht nuk ka ndonjë argument as nga Kurani, as nga Suneti që ka nxit apo ka orientu që kur të hen njeriu në ihram për haxh apo për umre me shkurtu për shkak mësteqet apo me shkurtu thajt apo thjesht me hjek qimet për pjesëve që duhet më u pjek ashtu më radh, nuk ka argument. Edhe për atë e shohim, domethënë Ibn Taymija sidomos thotë nuk është sunet. Kjo është sunet vetëm për atë personin i cili ka nevojë. Rastin konkret atëherë kur kanë qenë udhimet e gjata, për shkak që ka zgjatë 10 ditë deri në 2 javë prej Medinës për shkak me shkon Mekë, faktikisht kur të hen njeriu në ihram me vesh ihramin nuk i lejohet më as me hjek as në kime, as nuk i lejohet me prek mësteqet, as nuk i lejohet me shkurtu thojt e kështu me radhë, e tash më nejt njeriu 10 ditë 2 javë, realisht edhe nëse i ka pasur më herët që nevojshme me hjek, e si ka hjek edhe plus edhe 10 ditë 2 javë, faktikisht ai domethënë vetëm ju ka përkatësuar gjendja e në rastin e këtina, atëherë thjesht duhet domethënë me i hjek domethënë ose thojt me prej ose mësteqet me shkurtu ose pjesë të trupshme me i rrugë kështu me radhë. Për ndryshe nuk mundesh me thonë, për shkak që tash unë më rrije nisna prej Kosovës me aeroplan drejt në Xhidde, edhe në qatë njëjtën ditë bëj umrën, edhe thjesht lirohen apo e umrës, nuk është për shkak në hakun tem apo në pozitën tem e sunet që për shkak me shkurtu mësteqet ose me prej thajt kështu me radhë, nga se realisht është kohë e shkurtër dhe nuk ka ndonjë argument domethënë të qartë në këtë çështje që thjesht aludojmë apo argumentojmë me të se kjo punë është sunet. Çështje tjetër, sunet tjetër që e kanë cekur dietarët është njeriu me parfumos veten e tina në trup para se me vesh ihramin. Qoftë ai parfum si sprej, apo edhe në qoftë se është parfum, domethënë që lyesh një me to, po që është parfum. E realisht këto mundesh me qitë edhe në kokë, edhe në trup, edhe ka dush, mirë po me pas kujdes, domethënë të çështja e rrobave, që atë ihramin që kime vesh, ato nuk duhet me parfumos, qoftë me kësi, domethënë që është si parfum si sprej, apo me diçka me lyje kështu me radhë, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai cili don me hije në haxh apo në umre nuk duhet me vesh këmish, nuk duhet me mbulu kokën me kapuç, me atë shamin, nuk duhet me vesh sirvale, domethënë si lloj pantollash që i veshën në atë thobin që veshet, nuk duhet me vesh atë si gjybe që është me kapuç. Thjesht edhe në njëjtin hadith e ka thënë që nuk duhet me vesh rrobë të cilin
e ka prek parfumi apo zaferani. Zaferani është një lloj, domethënë, tibi, një lloj parfumi që është jo i lëngshëm, po është domethënë që njeriu mund të mbulojë me ta, po e ka edhe erën e mirë. Në këtë hadith thjesht qartë po thotë mos me vesh ndonjë tesh e cila është e parfymosne, qoftë me parfym të i dukshëm apo me parfym që duket. E për atë, mendimi më i saktë është se njeriu i lejohet me parfymos trupin para ihramit, jo mas ihramit, para ihramit, mirë po jo me parfymos domethënë teshën, edhe pse ka dietar domethënë që thonë kjo punë është vetëm me kro, domethënë sa i përket rrobave, e nuk është e ndaluar, pra thjesht qofse i ka parfymos trupin, e ka parfymos edhe rrobën, e ke vesh, thjesht derisa nuk e ke desha tesh s'prish punë, për ndryshe ke desha atë do të me la edhe me hekat parfum që me e vesh. Pra kjo është edhe kjo çështje. Çështje tjetër që mu parfymos në trup e jo në robë, ka në hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, se thot une e kam parfymos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se me hin ihram. Pa thjesht, domthon kjo çështje është sunet që njeriu, domethënë para se me hin ihram, para se me vesh ihramin, para se me bën jetë, domethënë s'prish punë me parfymos dhe sunet, me parfymos trupin e tina e jo domethënë rrobën e tina. Mësandej para se me bën jetë është me vesh dy rroba që në gjuhën arabe i thonë tash ihrama, edhe në gjuhën shqipe tash na i thojmë ihrama. Ihrami është i përbën prej dy copave. Njëna është domethënë prej belit e poshtë, e mbulon avretin e burrit, e pjesa e dytë është e njëjtë, vetëm qitet mbi supe, edhe thjesht mbështetet njeriu në të. Domethënë kur është jashtë domethënë tavafit, domethënë përshëndetës fillestar, s'prish punë me mbulu dy krat, ndërsa kur jem tavafin fillestar, domethënë krahun e djathtë e zbulojna. Mirë po dyjan. Kjo është sunet domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thjesht kur ka urdhëruar me hiq këmishën, e ka urdhëruar me hiq domethënë ato kapuçin, e ka urdhëruar me hiq servalet kështu me radhë, faktikisht ka orientuar që mu vesh këto dy domethënë copa që e poshta quhet izar, e dyta lart që quhet ngjitet quhet rida, mirë po të dyjave ne ju thojmë domethënë që janë ihrama. Pra janë dy copa, e ka ardhë që është sunet me kon të bardhë, edhe është tash pothuajse 99.99 haxhive këta ihrama e veshin të bardhë, edhe pse nuk ka një argument caktuar që për ihram duhet me kon i bardhë. Ka argumente të përgjithshme që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veshni në rrobën e bardhë. Rroba më e mirë juaj është mua rroba e bardhë, që finesni domethënë të vdekur të juaj në rrobat e bardha. Mirë po në konkretisht për ihramin me kon i bardhë, nuk ka ndonjë argument specifik që ka thonë ihrami me kon i bardhë, po thash shumica e dietarëve që argumentojnë që është sunet me i vesh ihramet e bardhë, argumentojnë me hadithe të përgjithshme që më së miri për besimtarin dhe rroba më e mirë për besimtarin është rroba domethënë e bardhë, që i bie që edhe me kon në rrobë tjetër, në ngjyrë tjetër s'prish punë. Nuk është kusht patjetër me kon bardh ihrami, qoftë ai izar apo ridaja. Mund të me kon domethënë i kuq, me kon e zezë, mund me kon e kaft, mund me kon e kaltërt, mund ka ngjyra të ndryshme. Mirë po, ajo që duhet me pas kujdes në këtë rast është që ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njeriu në përgjithësi më largu quhet libasu shuhre. Libasu shuhre është ajo që dallon të veçan, që më tërheq vëmendjen njerëzve, që thjesht njerëz me të kthyer në farforme me shfaq një farllaj mendjemasijeti me atë rrobë, ajo nuk është e mirë. Përndryshe s'ke pas të bardha me i vesh, edhe i vesh në çfarë të ka ardhur mundësia, e të ka ardhur koha harmonisë, s'ke gjetë domosht që me vesh tjetër, atëherë domethënë nuk prish punë. Kjo është sunet, mirë po thash, para se mi vesh të dyjat, është farz mi hiq teshat tua. Teshat tua do të mi hiq. Çdo tesh tonën që e kije, qoftë kapuçin, qoftë setrën, qoftë këmishën, qoftë pantollat, qoftë çarapat, qoftë edhe domethënë fanelën e mbrëmshme, thjesht edhe brekët e mbrëmshme, çdo send që është domethënë
në trup njeriu duhet me desh, mu pastrua dhe me vesh, dhe më thonë, këto që jem duke thonë që janë ihrama. Qka me, se realisht në të ditën që i cekoj, ka cekë dhe më thonë kamis është që ja si lejkmishe dhejmë fën kamve që e thujnë kamis, imambe e thujnë asaj dhe më thonë shollet që pshillet që ka thonë mës me vesha i që është në ihram, servalet e në ato që veshën nër që të farë dhe më thonë thobin që të farë kamisin, e kështu më radhë, realisht kejt këto që i kanë cekë, nuk ka arë kërkon që ato që ndaluhen duhet me konë qepura. Edhe pse djetarët e kanë cekur, edhe e gjojmë gjithmonë në për regula qka është e kept haxhia se në më thonë ai që është numre mos me vesh. Nuk ka argument për këtë punë. Mirë po i kam pa që ato që i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumica janë të kepta. Këmisha, dhe më thonë në sirvalet, ajo si dhe më thonë që veshet si lloj gjybe, këtë janë të kepta. Për ndryshe, ndoshta më sakta me thonë në ihram ndalohet çdo gjë që është e preme, e kept në bazë të një pjesë të trupit. Qofse ka një robë që është e preme dhe e kept në bazë një të pjesë të trupit, atëherë faktikisht ajo ndalohet. Qof fanell, qof këmish, qof setër, qof pantall, qof domon çka do të çetë dhe jeta jeptën, o çarapa kështu me radhë. Për ndryshe, veç pse është e kept, nuk ndalohet. E pra atë shpesh na pyetën, hoxh po e kam rrypin, e rrypi është i kept. A bën me majtë rryp, për shkak me majtë ihramin. Po bën se s'kërkon fetarisht nuk ka ardhur ndalesa domon mos me konë e kept. Ose ka herë shtrëngojnë sandallet, domon ka sandallet që janë 100% veç plastik, e ka sandallet që janë kurrë të kept. E tash ju ka fiksu kjo domon thonë se s'bën me konë të kept ato që i veshë në ihram. Po s'ka ardhur në hadith kështu. Ka ardhur disa teshta i ka cek, shumica janë të kepta, mos ka ardhur konkretisht domon çdo sen që është e kept me vesh. Kështu që bën edhe me pas rryp, po me pas atë domethënë si lloj kolete, domethënë që mund të me vjer njeriu me majt telefonin nëse kolet në kështu me radh, ose sandallat me pas domethënë të kepta nuk prish punë, nuk ka kurfar ndalese domethënë shëndetikisht. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët te sunetet është çështja që me i fal namaz apo me vesh ihramin pasi që të ke fal namaz. Thjesht ose ke fal namaz farz, e ke vesh ihramin e ke bën jetë, ose e ke fal, domthon po do me vesh ihramin e i fal, ose ke vesh ihramin e i fal 2 rekate sunet, e tash e bën jetë. Domthon tek kjo ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi kur ka bëu domthon uhin ihram e ka bën jetë për umrë ose për haxh, në rast ka qenë ka fal drekën e masanej e ka bën jetë edhe uhin ihram. Uhin domthon në numre. Edhe për këtë e marr në argument që mas farzit do të me bën jetë për me hije, domthon, nëse s'ka qelluar namaz i farzit, atëherë më fal 2 rekate e tash më bën jetë. Edhe këto e thojnë shumica e dietarëve. Bile Imam Nevaviu thotë se ka konsenzus në këtë punë që çdo që thjesht ose me fal farzin e me bën jetën e munis, ose thjesht me i fal 2 rekate me bën jetën e munis, vetëm që nëse është namaz vullnetar me pas kujdes, domethënë që ai namaz mos me kon ato kohë të ndaluara, tu lind dielli, tu perëndu dielli, kur dielli në zenit, domethënë ato një kohë kur realisht është domethënë e ndaluar, mirë po kur kthehesh edhe e kthyr meselen dhe e shoshit pak më tepër, e shes se domethënë nuk ka ndonjë argument të veçantë që njeriu do të më fal 2 rekate pse po veshet ihramin ose pse po hin e po bën jetë në ihram qoftë ajo për umre edhe për haxh, edhe pse thash shumica e dietarëve thonë kështu, apo atë kapi dietarëve thonë nuk guxojmë të them se ai punë bidat, mirë po thash kur të shoshit që nuk ka argument në këtë punë, edhe kështu të ka argumentuar edhe Sheikhul Islam Taymija ibn Qayyim që realisht nuk ka namaz për ihram. Se po hin në ihram, se be bën jetë në umre ose në haxh, domethënë nuk ka namaz specifik. Me të rastis që ka rastis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dreka, e ka fal drekën uhin jetë, edhe ka bën domethënë unis për në haxh ose në umre. Për ndryshe, thjesht vetëm pse pe vesh ihramin ose po hin në ihram, nuk ka ndonjë argument
domethënë të veçantë, edhe këto janë ato 6 sunetet, domethënë që i kanë cekur dietarët në këtë lidhje. Çështja që kanë cekur dietarët është çështja e niyetit me bë niyet, se me vesh ihramin është sunet. Me hik teshat është farz, me veshat ihramin është sunet, a me bë niyet që po e shin numrat që tash, ose po bëj hax që tash, kjo është farz. Pra të ka ardhur në hadith për vërtet pejgamberi sa innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimit, çysh e ke niyetin. Që tash kur vjen puna domethënë te mikati, duhet me bë niyet qoftë për umre, qoftë domethënë për hax. Mirë po, dy çështje duhet me i pas në konsiderat. E para është se me përcaktu se çfarë lloj haxhi je të e bë, që kena me marrë vesh, domethënë vazhdim se çfarë lloj haxhi, se janë 3 lloj haxhesh që ka mundësi njeriu me i bë. Apo a je të e bë umre, apo je të e bë hax. Kjo me thonë me gojë o sunet. Lebejk Allahumma umratan, të përgjigjem o Zot me umre, ose të përgjigjem o Zot ty me hax, ose të përgjigjem o ty o Zot me hax dhe umre. Këta me thonë me gojë është sunet. Edhe prat ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sa që kur ju shkon në hax, ka thonë dikush ai bëj kenjet, domethënë veç umrën se kishte haxhin të metu, dikush e bëj kenjet veç haxhin se kishte haxhin ifrad, dikush e bëj kenjet edhe haxhin edhe umrën për një herë, e kjo quhet qiran, që do kena me marrë domethënë në vazhdim në ligjëratat e radhës. Mirë po, kët ka ardhur në sunetet e pejgamberit se sahabët e kanë bënë gjatë tillë. Ama niyetin si niyet që ki në zemër që të tash ti po e bën, po hin këtë ibadet, si në rastin konkret që tash vjen koha namazit, edhe po dën me hi me fal yatsin ose akshamin, ose që tash domethënë po don me anxhirue, domethënë të honë nëse tajte, nëse po don me anxhirue Ramazanin, niyeti zemrën, niyeti e vendin e ka në zemër dhe shqiptimi i tina domethënë është domethënë bidat. Mirë po është një çështje që duhet me pas konsiderat, se njeriu kur hyn edhe bën niyet me shkon në umre në hax, atëherë duhet me plotësua dhe nuk ka me thonë që valla çore u lodha pe la këtë punë. Nga se Allahu ka thonë etimul hajj wal umrata lillah. Plotësone haxhin dhe umrën për Zotin. Nuk ka me thonë valla ja, më dul një punë shkova për sana. Mësh po masanina ka kosta. Se qofse njeriu hyn e bën niyet për haxhe për dhe umre, mirë për masanej dënë mos me kryu haxhen ose umren, për një arsye që është e pranuar shëriat e kështë, o smu. I kanë kallëzu që vëlla kanë ndodhë rast dekë, ose ki di kanë të dekë në shpe, ose runa zët thjesht jenis, po si ke pas me regull dokumentat e ke di që ka mundësie edhe të kthejnë. Si rastësh, do më onë të kthejnë del pe i haxhit, ose pe i umrës. Mirë, po para se me hinë haxhës e në umre, para se me bo niyet, është janë dy forma. Ose me bo niyet pa përjashtim, munis, po du me bo umren, po du me bo haxhin, e në qofë se ndodh një arsye edhe s'ta pa mundësën me kryu umren e pa haxhin, do të me prej kurban, se thjesht je dal pa, dhe me thonë, pe e plëcu, ose është një mënyrë tjetër për me dalë pe umrës e pe haxhit, që ka arë një gru, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulallah, e ka pas emrin dhe më thonë Duba'a bin Zubair, ka thonë o ja Rasulallah, unë po du me bo haxh, po jem smut, unë në jetën me bo haxh me juve po, edhe po hin haxh, ama smut jam, ka mundësi smu jam, dhe më thonë, ma letohet edhe e kry, po ka mundësi edhe smu jam rënohet e smu e kry. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që, kur të bëjsh niyet, bëne niyet me përjashtim. E qështë të e me përjashtim me thonë, o Zotën e për bëj niyet, po në qofë se më delne i pengesë që ma pa mundësën me e kry haxhin, atër unë e lirohen a prej obligimeve të umrës e të haxhit, që aty ku më vjen që aja far pengese. Këtë rast, qofse se kry numrën apo haxhin, për këtë arsye realisht nuk i kufar obligime, se në fillim e ke bo niyet me përjashtim, që në qofse ndodh nëj arsye që ma pa mundësën, unë e la. Ama mos me bo niyet
që shtot që me përjashtim që nëse thjesht ndodh diçka, edhe e prishi, e të ka ndodh, atëherë ti mund me prish, nëse ke arsye. Domethënë mos me kry asomën apo haxhin, mirë po në rastin konkret duhet me prej kurban për shkak se nuk e ke kryer, domethënë këtë punë, domethënë me rregull. Mirë po te çështja kia se me kushzuë këtë haxhin, që pe bëj umrën me kusht që se s'u del domethënë pengesë, ose pe bëj haxhin me kusht që s'u del në pengesë, a është sunet apo është sunet vetëm për atë personin i cili e din që ka mundësi me ndodhë diçka? Domethënë Sheikh al-Islam Ibn Taymija thotë se nuk është sunet për të tonë. Jo çdo kush domethënë është sunet për to, domethënë me thon këtë dua, domethënë këtë kushzim. Thjesht kjo është sunet vetëm siç ajo gruaja që ka ardhur, që e ka ditë pe vetes vet, që është smut, që ka mundësi me përkryesu gjendja, edhe ka mundësi mos me kry haxhin, ajo thjesht në haksojnë është sunet me e bë. Ajo teton me e bë sunet këtë punë. Tash për shkak kam pyet se përpara s'ka pas vetura, edhe përpara se kam qenë në me të vërtet komunikacioni në Arabi Saudite kanë shumë i vrasht edhe i egër, edhe është kone pa mundshme me o thunë në rrugë gjatë, vetëm se ke po aksidente edhe ato aksidente me viktima. Edhe kam pyet, domethënë në Sheikhun Bazin, në qofë se nisna, po nisna me kerr. E që thojmë na, domethënë puna e kerrit është pak nuk e dihet. A bën me bën jetë që se s'u ndodh në aksident, unë e kryj haxhin, s'u ndodh në aksident në ai farpune që o Zot, unë që aty me dal për haxhit, edhe në këtë rast, domethënë Sheikh Bazi ka thonë që s'prish punën në kësaj rastesh, domethënë me bë këtë kurzim që nëse njeriu tutet për ndonjë aksidenti në rrugë, edhe pse paramesh njeriu duhet me kon më pozitiv, domethënë më pas paramendim më të mirë që Allahu Azza wa Jalla e mbron, edhe është në rrugën e Zotit. Edhe pse alhamdulillah në kohët e fundit në Arabinë Saudite në çështjen e komunikacionit i kanë shtrënguar gjërat shumë, domethënë s'ka 10-15 kilometra vetëm se ka radar, edhe faktikisht ajo pamje që i kish shumë vazhdimisht dhe i pajshëm në rrugës me aksidente, me viktima, sa alhamdulillah tash janë minimizuar dhe janë paksuar shumë. Me lutim Allahun Azza wa Jall që kush ka bën jetë me shkon haxh, Allahu t'ia mësoft, Allahu t'i rujt, inshallah shkojnë mirë, Allahu ja u pranoft, ja lehtësoft. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.